lusë Zotin më mbrojt prej korisë. Mas mu ballafaqu me gjërat e cilat njeriu i bën herë me vetdije, herë pa vetdije. Ato me vetdije janë më të rrezikshme, janë më të ulta. Pse e thon këto? Sepse do të lënë pasardhës. Unë për ditë, djali im, për shembull, tash që punon me mu, nga goja pacientave krenohet çka dëgjon. Ajo është një satisfaksion për mu që kom punu drejt edhe kom qenë rrugë drejt. Shumë e vërtetë. Përkundër, ndoshta se për gjithkohë s'kom mujt me qenë i mirë, unë prapë e një veten, do më thonë, në nivel shumë superior sa i përket karakterit tim. Nuk jam dorëzu në asnjëherë, edhe pse kem pas presione të jashtëzakonshme, jeta më ka mësu, më ka skalit me këtë personalitet që e kom tash. Edhe nuk besoj tash në pleqëri që mund të kuritem. Primare për mu gjithmonë ka qenë, njëherë ka qenë kombi, atë dheu, mandej kur merdhen fëmijët, është bë familja, tash janë dyjat. Edhe pse nuk jam direkt i aktivizuar në rrjedhat politike, edhe adhetare më shumë mujë me qujt, une vazhdimisht shkruaj komente, reagoj, debatoj në rrjetet sociale.